mbrëma dashur miq, ritakojmë sërish bashkë edhe në këto takime tona që gjithmonë vinë shpejt e shpejt, por patjetër me shumë emocion. Faleminderit njerë për gjithë përkrajen që keni treguar, komentet kudo që patjetër janë shpalosur, portalet të cilat kanë qenë aty prezente për të bërë më pas dhe për t'i dhënë akoma dhe më shumë bujë pa filtra. Kështu do t'jemi edhe sot. Ditët realisht një nga një pa u kuptuar dhe ne mundohemi që të sjellim për ju personazhe të spikatura, personazhe që i kanë qëndruar kohës, edhe mbi të gjitha i kemi shoqëruar dhe ne vetë, i kemi mirritur me ta. Është vërtet në fakt edhe i tillë është dhe ky emër në fakt që në femërin time për shembull mbaj mend Gjenun e vogël, një nga spektaklet e televizionit Klan që e ndiqnim shumë atë spektakël, jemi rritur me televizion patjetër, aspironim televizionin dhe e ndiqnim që të vegjël dhe ka qenë një ndër emrat aty. Më të spikatur, më të dëgjuar, më të pëlqyer, më të votuar, më të komentuar. Dhe sot e kësaj dite ka vazhduar rrugëtimin me kokën lart, edhe me sfida sigurisht patjetër, por pa u mposhtur, pa u rrëzuar, pa i bërë dy mendimet e veta dyshuese që ata vazhdoj këtë rrugëtim apo sa vazhdoj se është e vështirë. Edhe pse në fakt kjo fushë ka këto por shumë do na flas vet, i ftuari jo special. Mirë mbrëma, mirësi u gjej. Unë diva pak i vjetër, po. Pak shiko, e di pse që në fëmijërinë time. E di pse ndoshta e vjetër, sepse kështu është kur e fillon në botën artistike. E vërtet. Çfarë moshë ke filluar karrierën? Të mbaj sy e vesh gjithë ata, ta marrë vesh. Tek Gjeniu kam qenë 10 vjeç. 10 vjeç, po 10 vjeç. Por kam nisur të këndoj që 5 vjeç, po te Gjeniu kam qenë 10 vjeç, domethënë gat 9 për të bërë 10, aty e kam festuar ditëlindjen te Gjeniu. Mos e vërtetuar kjo. E justifikove tani. Është i hershëm, është i hershëm. Jam i hershëm në këtë. Janë të vërtetë ato fjalët që thashur që ti ke kaluar sfida, ke kaluar peripeci, ke kaluar momente që edhe ndonjëherë ke menduar që edhe mund ta vazhdosh të rrugtim ose ndoshta ke dyshuar në vetë edhe është shiko, unë mendoj që kjo është çdo ditë. Domethënë për ne. Po është çdo ditë ky mendimi që unë sa herë zgjohem në mëngjes them do vazhdoj të bëj muzikë apo jo. E kemi më çdo mëngjes po. Çdo mëngjes në orën 8. Klinti pse ky shndrim dhe unë do thoya pse ky shndrim dhe ku konkretisht qëndron sfida sot për normale egzagjerojmë, bëjmë dhe shaka. Puna është jo vetëm për këtë, po njeriu ka dyshime gjatë gjithë jetës. Dhe puna është prap, fitoria është kur ti vazhdon e bën dhe nuk tutesh, kupton? Pastaj artisti ka sfida në çdo moment, ka sfida në konkurime, ka sfida në treg kur nxjerr një këngë, çdo gjë është sfidë. Puna është varet se sa energji kushton edhe varet ku e çon energjinë tënde. Për shembull, nëse më përpara unë e merra shumë personale, nëse nxjerrja një këngë edhe nuk më ecta ashtu siç e kisha menduar unë ose diçka, tani thjesht nuk e vras mendjen. Kjo është pjesa që tani kam arritur në fazën që fatmirësisht muzika nuk është burimi im kryesor i të ardhurave, është diçka tjetër. Unë merrem me marketing, për atë kam mbaruar dhe ke studiuar për marketing. Kam studiuar për marketing. Unë nuk kam studiuar kurrë për muzikë, pavarësisht se njerëzit nuk e dinë shumë mirë këtë gjë, mendojnë që kam bërë liceun si shumë të tjerë, por jo, unë që i vogël në fakt kam pasur këtë vizionin që nuk doja të isha vetëm një këngëtar dhe thjesht kaq. Sepse doja që jeta ime të ishte e sigurt. Sepse doja të bëja muzikën që pse ti mendon se nuk të jep siguri muzika? Nëse bën muzikën që do, nuk besoj që mund të jetosh me muzikën. Se është pjesa komerciale që ka marrë sot në shumë vëmendje do. Ndërsa tani unë ndjesh sfiduar. Fare, tani jo. Prandaj thash, nuk ndihem i sfiduar, se unë kam një stabilitet financiar dhe edhe financat që marr nga muzika patjetër që më ndihmojnë, por kam luksin të bëj atë që dua. Mos ta vras mendjen fare se çfarë absolutisht. Ndjekin dhe pasionin, kanë kohë që të merren dhe pasionin e tyre dhe pasionin. Kohë nuk kam më, po s'ka problem. Jam shumë i zën. Kërkon aty për ballti do vesh ta respektosh. Absolutisht. Si na thanë kur do të nëse shkojmë në Lavin se u bën na kthejnë xhiro. Po kjo është ideja, domethënë pak a shumë që un arrita, domethënë nuk po them se arrita dhe mbylla këtu, patjetër puna është shumë e madhe për të pasur një të ardhmë sa më të sigurt, po arrita që mos ta kem muzikën primare dhe mos jem si thua, nuk dua të ofendoj askënd, po mos jem i dëshpëruar për të bërë një lloj muzike vetëm për të qëndruar gjallë. Kupton? Dhe nuk jam fare i dëshpëruar dhe nuk mendoj çdo ditë po si do ja bëj që t'ja dal në muzikë që të bëhem
që të dalë në tituj të portaleve, nuk më intereson fare kjo pjesë. Unë ke këtë lloj kompleksiteti se që i vogël ke zolluar aty të gjenju i vogël, ka sikur të ka ndrir ai rrugën e ballë dhe ke vazhduar që të qëndrosh skenës, edhe pse aktualisht ne di se si funksionon tregu muzikor dhe sa bukur këndojnë këngëtarët tan, po pa i përmendur me emra, me playback. E jemi kështu si pa filtra. E po duhet ta themi. Mendon se sot artistët bëjnë muzikën që duan apo atë që duhet sepse duhet i përshtaten tregut? Shiko, unë lumturohem shumë kur shoh breza të rinj që dalin, do me thënë, gjanë çuditshëm ta them unë, se edhe unë jam i ri vet, si mosh, po breza të rinj artistësh që dalin edhe në për kompeticione të këtij viti, që bëjnë realisht një eksperiment dhe sjellin diçka që nuk e kemi dëgjuar. Sepse po që puna të futemi në studio dhe të bëjmë një këngë, një sample nga interneti dhe ta bëjmë këngë, besoj që jemi ngopur me këtë. Realisht. Do me thënë, unë mendoj që edhe njerëzit vetë janë lodhur nga këto gjëra, edhe prandaj nuk e di, po nuk po shoh më një këngë që ku di unë të ndezi si kanë ndezur më parë një super hit, ndonjë këngë që njerëzit vdesin ta dëgjojnë, sepse mendoj që ka ardhur një pikë që duhet të ketë një ndryshim. Do me thënë, muzika duhet të jetë pak më origjinale. Artistët janë bërë gjithë njësoj, shohin që ecën diçka, pak në Shqipëri, ecën diçka dhe shkojnë gjitha bëjnë atë. E sulmojnë atë lloj hiti. Por unë mendoj që përderisa i ka ecur dikujt, nuk do të thotë se do të ecë edhe ty, domethënë ti duhet gjesh atë dritën tënde, si thua. Se mund të eci deri në një farë pike dhe pastaj mbrapa nuk do funksionojë. Kështu që prandaj mendoj unë që njeriu duhet jetë origjinal, duhet mundohemi të jemi origjinal. Në shoh ti fole për një ndezje të bukur muzikore, dhe meqense ne kemi shumë këngë komerciale lart të poshtë kemi dëgjuar, edhe ndonjëherë duam edhe që të mos ndjehemi toksik nga këngët helmuese që dëgjojmë, tash që të ta risjell edhe një herë në memori këngën Zemra e një gruaje. Patjetër. Shumë e bukur në fakt, me shumë qejf. Ato të cilat na kthen pas në kohë, por janë dhe shumë të bukura. Të respektosh mua aktar, zonjan, zonjusha. Patjetër. Edhe gjithë ata që na ndjekin. Dhe zotrinjtë edhe të gjithë që janë duke na ndjekur. Gruajet i dedikohet një vajze, një gruaje, një Zemra e një gruaje është shumë e bukur, po. Po pra, është kënga ku ti ke qenë te gjeni. Ka qenë një nga këngët, po. Nga këngët prezantuese të tua. Po. Aty kemi po referohemi shumë me Gjenun e vogël se atje ke pasur të startin e parë në fakt se rrugtimi ka vazhduar prandaj. Vërtet. Po ka qenë një këngë që ka lënë shumë shenja të vit në kompeticion dhe thjesht unë kisha këtë vetin që doja të merrja këngë të vjetra shqiptare në atë kohë. Edhe me thënë të drejtën edhe më shkonin. Edhe publiku e përqafonte shumë mirë si gjë. Si ide, si mendim, patjetër. Është shumë e bukur. Patjetër. Po jemi gati, ta shijojmë. Aha, ja. Unë duhet të filloj çik më, dorë. Po, s'ka gjë. Zemra një gruaje, them shpesh me vete, gjanë mi zizlojnë, që digjet në eshtje, provoni bus që është një zemre të thyë, mos për bus një lotët, në sytë e malën gjyë, mos putësh dorën në saj kur ziatet, se buzët e tua do vishken do plaken e të tjera një fer një material shumë i bukur muzikor patjetër edhe janë këto tekste të vjetra por me kuptim shumë apo jo që mbajnë një peshë në publik. Në tregun evropian? Me zërin me potencialin që ke? Shiko, e thash, gjithmonë ka mendime. Çdo ditë puna është që duhet realisht të parë njëherë të gjej kohën për ta bërë këtë, sepse për të bërë këtë duhet lësh çdo gjë që ke ndërtuar këtu. Por e kam thënë, kjo është një nga kartat e mia. Okej, e mendon. Pse jo? Pse jo? Me gjithë qef. Po përveç kësaj të kemi hasur edhe në një polemik të vogël po themi të pak kohë më përpara, në një ngritje me Castro Zizon. Kjo është shumë e vjetër, më thonë drejtë. Po ndihem shumë më ka rikthyer një shekull më parë. E ke filluar karrierën që 4 vjeç. Do me thënë, e di ku duam të dalim ne. Vazhdojnë të jenë raportet e mira me Castron apo për shembull le të themi që skandalet mbajnë mend në publik. Kjo i ke marrëdhënie tashmë të mira me Castron, janë ndërtuar apo kanë ngelur aty për shkak? Prej shumë kohësh po. Janë ndërtuar. Do të thënë që
pas asaj kohe që edhe në raport të keq nuk është se patëm, ka qenë thjesht një. Por në publik le të themi që ka pasur një lloj impakti kështu. Do me thënë, ndodh diçka, zmadhohet, nxjerrin portalet, por në të vërtetë nuk ishte asgjë dhe unë dhe Castro kemi qenë edhe në emisionet e tjera bashk, se kam takuar u bë shumë kohë, po besoj që ai gëzon respekt për mua dhe unë për të, kështu që. Do me thënë nuk se ka një bif midis jush, jo, armiqësi. Po me pjesëmarrjen tënde në kënga magjike e vjet 2024-ën. Nuk hate në një gjë që të pëlqeu, për shumë me pikët, sulmet, kolegëve që i bëjnë njëri tjetrit. Në një pak kënaqësi ose Shiko, unë më transparente. Po, jam të them të drejtën. Po. Pa filtra, ndoshta si ju emisioni. doni që unë të kemi inat ose të shpreh ndonjë inat, nuk kam. Jo, ne duam Unë ti je ti dhe ja, unë ti je pa filtra. Ndoshta duket si klishe, por me thënë të drejtën, unë kam shumë kohë që e kam bërë këtë ndryshim me veten. Edhe nuk mërzitem më për gjëra të tilla. Nëse flasim kur ka ndodhur kënga magjike e parë, mërzitesha si mund të kenë dhënë 0 pikë, se ky më ka dhënë kaq, unë i kam dhënë kaq, budalliqe të tilla që sot për mua s'kan asnjë lloj rëndësie. Për mua ka rëndësi që kënga u pëlqye nga publiku, më risolli prap mua në skenë me një kompozim timin, kjo ishte më e rëndësishmja, domethënë. Edhe që publiku më nxorri si edhe për të disatën herë që unë marr pjesë në atë kompeticion, prap lash gjurmën time, pra nuk i ka thjesht, okay, ishte Klinti, mori me një këngë dhe mbaroi. Se mo kaq vaj shkojnë gjëra në festivalin apo koncerta. Shkon vaj në mendjen time. Kjo ka rëndësi për mua. E keni bërë refren këngë, si refren këngë, disa vaj, je marrë këngëtar vaj, zot sa mi kanë shkuar gjëra. Po s'ka mundësima, se dhe unë këtu jetoj. Po ja. Më lejo që ta. Unë nuk dua të Se mua në vesh mbylla vetë Klinti më lejo të pyes pak. Dua një opinion tënd kështu. Domethënë pa filtra si dhe vetë programi janë. Patjetër. Çfarë mendon për festivalin? Aktualisht jemi duke parë natën e dyshë, sapo kemi kaluar natën e tretë të festivalit. Një mendim për festivalin e këngës. Do ja bëj shefin. Do ju jap një lajm. Na jep një lajm, po. Ja një mendim i Klintit Çollakut për festivalin e këngës në radio televizionin shqiptar. E vërteta është që unë këtë vit e dërgova një këngë në festival. Dhe nuk ma pranuan. Ke dërguar një këngë në festival? Po, kam dërguar një material që e kisha kompozuar vetë dhe materiali nuk u pranua. Është refuzuar. Po pse? Të erdhi një përgjigje mbrapsht? Jo, nuk e di. Unë s'kam bërë asnjë reagim publik, kjo është hera e parë që unë e them. Okej, është. Nuk kam bërë asnjë postim në Instagram, asgjë dhe ndoshta ngjanshu, jo e vërtet, nuk kam pasur kohë të nxehem me këtë gjë, as të mërzitem. Kam qenë aq i zënë sa nuk kam pas kohë as të bëj një postim, se realisht dita ime është shumë e ngjeshur, duke filluar që nga puna që e përmenda, gjithashtu trajnoj dhe brezat e rinj për vocal coaching, kështu që nuk kam kohë, por e vërteta është që dërgova një material. Okej. Dhe kur pash materialet e këtij viti, nuk i krahasova me materialin tim, nuk kam mëri të tilla, unë nuk kam asgjë me askënd, as nuk e mendova hiç që të thoja pse nuk jam unë, si ka mundësi mu bë pa drejtësi, atë nuk e di unë e kam treguar veten me publikun, edhe publiku e ka treguar se sa i vlerëson materialet e mia. Kjo është e rëndësishme për mua. Por dua të flas për materialet në përgjithësi. Dallova një vaktësi, një mendim që bëjmë balad sepse balada shkon mirë, baladat ishin pak të vakta, nuk po përmend emra. Dhe saktësia në këndim mungonte në shumë momente. Ka materiale goxha të mira, unë në kokën time mendoj që e kam fituesin. Po, mendoj që fituesi mund ta themi. E hedhim një si nuk është problem. Po, jo, se ka problem, unë jam pjesë, kështu që nuk e kam problem fare. Unë mendoj që nga saktësia e vokalit edhe nga produksioni, Alisi meriton të fitojë festivalin. Domethënë realisht jo se e njoh apo se kam bërë këto intervistat me Alisin, por mendoj që është një tekst shumë i bukur realisht, edhe për nënat, por është vërtet shumë i bukur si material. Edhe ne të cilët ndoshta simi në kontakt me muzikën, është vërtet këngë e bukur. Kishte të njëjtin mesazh. Çuditërisht me Alisin. Okej, për nënën. Po, për nënën dhe unë jam i lumtur që është dikush në festival që po përcjell këtë lloj mesazhi. Edhe pse nuk isha unë. Nuk e kam fare problem të pjesë, sepse mua nuk më bën festivali. Kjo është
realisht edhe mendoj që të gjithë duhet ta dinë këtë, po ndoshta vjen me kohën, nuk të bën një festival, karriera nuk përcaktohet nga një festival. Absolutisht. Edhe ajo është thjesht një vrull i momentit, puna është se çfarë do bësh ti mbrapa. Kështu që unë i uroj suksese të gjithëve, jam shumë i lumtur për suksesin e kujtdo dhe unë e them hapur që në këngët që janë pjesëmarrëse tani në festival, e meriton Alisit të shkojnë në Eurovision. Patjetër, po mendon se pjesa e të qenurit të një artist i ri do e penalizojnë. Sepse kemi parë ndër vite që shkojnë në Eurovision. Duke parë edhe vjet. Po Shkodra Elektronike le të themi që duke parë edhe vjet, parë edhe vjet pse mos shkoj një artist i ri, ku ka më bukur njerë që të shkoj, por siç e thash edhe meriton, kështu që por pjesa tjetër e festivalit pastaj materialet për mendimin tim kishin probleme. Është thjesht mendimi im. Optika jote, patjetër, optika e një artisti gjithmonë. Patjetër. Po, absolutisht patjetër, po. Dëgjoj se ne folëm shumë brenda konjunkturave, strukturave, formalitete. Tani ta lëm ty atë. Se çka kishte ti një skip të bukur shumë. Para se të kalojmë aty, doja të pyesja pak edhe për le të themi që ti ke bërë një deklaratë për jetën tënde private, publiku patjetër. Ne jemi showbiz dhe do ta cekni pak. Patjetër. Je në një lidhje. Vazhdoj jam në një lidhje. Vazhdon ti jesh në një lidhje. Wow, çka një djalë 26 vjeçar që kanë një lidhje. Dhe është kjo rubrika jo e cila tregon se sa transparent janë të ftuarit tanë. Kështu që po se jo, a je bërë ndonjëherë viral pa e planifikuar? Po. E ke bërë. A ke thënë ndonjëherë diçka që më pas u pendove? A mendon se fama në rrjetet sociale është e përkohshme? Pra një fluks momentale? Po. Okej. A ke humbur ndonjë mik për shkak të famës? Jo. Okej. A e përdor provokimin qëllimisht për klikime? Jo. A të kanë mbyllur ndonjëherë llogari në rrjetet sociale? Llogari mua? Po, Instagram, në rrjet social nuk ka ndodhur. A ke flirtuar më shumë armiq se sa miq nga Instagram? Ka hater sa për shumë? Komente negative shumë. Jo, unë nuk jam ai profil. Se nuk është se bëj dhe gjëra, nuk është se bëj dhe gjëra kontroversale shumë, kupton, kështu që nuk të gjykohesh. Po, se jo. E kuptoj. A ke pasur ndonjëherë frikë nga reagimi i publikut? Jo. A do lije rrjetin social nëse do të humbiste vëmendjen? Po muzika? Jo, nuk ka ndodhur. Okej. A ke kaluar ndonjëherë kufirin për famë? Kufirin për famë? Po. Jo, e thej që ke qëndruar gjithmonë aty. A do e ndryshoje stilin tënd për më shumë pranim publik? Ti e the edhe në intervistë që kjo vazhdon të jetë mendoj një nga ato që ti do ta ndjekesh. Absolutisht jo. A mendon se sot je më i pjekur se një vit më përpara dhe çfarë ka ndryshuar nga Klinti? Një vit më përpara sot si e shikon veten? Pjekurinë tënde, qoftë në artistike, qoftë në jetën tënde, si ka ndryshuar? Tani kam mësuar të them jo. Okej. Kam mësuar të mos i shkoj njeriu pas avazit, siç themi ne. Edhe kjo që mos ta vras mendjen për gjëra që ndoshta nuk janë të rëndësishme, që nuk janë të rëndësishme, që unë kam kuptuar që janë të rëndësishme. Dhe mendoj se kjo vjen me moshë. Dhe siç po e shpjegonim, kjo është loja e sfidës, që ne gjithmonë me zi e presme ta ndajmë të ftuarit tan në podcast, show, sigurisht edhe gallat normal se pa filtre po, ama se një aerobika nevojë edhe të bëj gallat edhe. E vërtet. Fani si çfarë? Filtre vaj, kjo është një lojë dhe marrim patjetër si lojë duhet ta fusim gjithë në gojë këtë paketimin këtu. Ja po e hap edhe unë. Çumçakizi, që shikoj. Ky çumçakizi më i gjatë që mund të kem parë këtu në jetë. Keni ndim të shpejt këtu? Jo, njerëz duhet futur e gjitha. Jo, shumë. Do gjë. Ndërkohë, emri i sfidës kësaj është kënga që këndojmë ne është mos e ai më është edukatore. E gjitha. Bo. Atëherë brenda 5 sekondave duhet futë e gjitha. 1, 2. Kjo këngë ti do i dia. Jo, duhet e gjitha, Në gjitha. Futa. Në bloko shkorta zanore. Futa. Ajo do janë futur e gjitha. Pa dhem shkurt. Bravo, futë. Po futë më. Bo. Bo.
Hajde bash. Ai këndo. Se nuk e marrë. Nga përfaqësues që do këndon. Artira është nga. Me hile. Këndoni. Këndoni. Hajde. 1, 2, 3. Alo. Me dorin. Se ushe alum. Në një qatë të duma. Alo. Ty të dërgjoja. Po. Profesori hymërshim. Në të qasis më rapia, kule të ri amitim. Në të qasis shamë, të më kapimi shamë të më Kemja dësyt. Dësyt. Po ka dhe një refren. Jo se më thot se të jam të letë që ta pranoj se dashurin e pa. Jo nuk e haroj. Mos më thuaj. Kjeri do ta besoj. Kjo në ndra. Në një e përqatoj. Mu shumë e frymani dhe jemi transmetim ndërkohë tani. Dhe ke atë maskën, këngën e maskës, apo maskat. Maskat. Me veten tani. Të maskën për kekpator. E pa filtra këtu, më dërgoj çik maskën për kekisha. Shiko, maskat është një këngë për sfidat e jetës. Është Për sfidat e jetës. Po, për sfidat e maska që jetës. ka njerëzit kështu në Po, patjetër. apo lidhet Po, me këtë. sfidat e jetës nga kjo vin. Do të thonë ti ke nxjerrë një mesazh. arsyet. Po, për patjetër. këtë. Okej, po nëse Është koherente si mesazh mendoj. Po, ta mbyllim me maskat e Klintit dhe pastaj Patjetër. se i tham Patjetër diçka edhe një mesazh sepse çdo artist që vjen këtu e lë një dorë mesazhin në studion tonë dhe i japim fund patjetër. Po. Unë jam Të vazhdoj? Po, për maskat. Super. Mendjen ta kam bush, ëndra tua ti si ndjek dot, ëndra tua ti si ndjek dot, maska shokudo, zemër mos u trishto, ato që doja fort, thikën ta kanë gull pazo. Jo, zot çfarë. Wow. Faleminderit. Një material shumë i bukur. Po. Do ta mbyllim me një mesazh se realisht Ky ishte mesazh. Jo vetëm që jemi emocionuar, mesazhi është shumë i bukur i këngës në fakt, edhe mendoj që ky është mesazhi më i përcjell apo jo. Je ndjerë ndonjë ting mbas shpinës ti? E ke përjetuar? Shiko, besoj të gjithë njerëzit, po patjetër që po. Gjatë jetës time patjetër që po. Kështu që mendoj Hajron të tuat. mendoj që është një mesazh që gjithmonë do ngelet koherent, edhe është një këngë që kushdo që ka nevojë. Do me thënë, me të vërtet, fjalët nuk janë motivuese, por muzika dhe e gjithë kënga bashkë është motivuese që t'jep forcë si të dalësh përpara. Është ndërtuar vërtet shumë e Po. bukur. Mish të dashur. Erdi Kjo fundi ishte pa e puntata. kuptuar, kjo ishte puntata që ne kishim menduar për të përgatitur dhe për të ndarë me të gjithë juve. Shpresoj që t'jeni argëtuar, sikurse edhe ne pafundësisht këtu. Absolutisht. Në podcast edhe Jo vetëm që qeshëm shumë, patjetër morëm mesazhe të bukura, patjetër informacione të bukura, morëm patjetër një panoramik të Klintit si artist, edhe i bëm gjitha mendoj. Unë folëm, qeshëm, kënduam, u informuam, kemi një panoramik kështu të përbër. Kështu që shumë suksese Klint. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Klint, edhe ne do të rishihemi puntatën e ardhshme. Puntatën tjetër me kemi përgatitur sfida, argëtim, qyfyre, mesazh, edhe mbi të gjitha artist të përzgjedhur Icon.
e artistëve të përzgjedhur shqiptar. Surprizë, një artist i madh vjen puntatën tjetër në studion tonë. Mirupafshim. Ciao.